Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Prokuroria e posaçme merr të pandehur kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish bashkëshorten Monika Kryemadhi për lobimin e LSI-s në SBA. CES-dia në hetimin pasuror ndaj tyre. Deputetja Kryemadhi qëndroi për rreth 2 orë në SPA kur ju komunikuan zyrtarisht akuzat për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurie. Aty prokurore BK është Edi Rama, sfidat për mua janë me opinionin publik dhe zotin, tha Kryemadhi. Për të njëjtat akuza merret i pandehur edhe Ilir Meta në qeli prej 21 tetorit të kaluar. Meta u shoqërua nga paraburgimi 313-s për në SPAK që të ishte i pranishëm në komunikimin e akuzës. Më herët reagoi duke theksuar. Mezi pres të përballem me prokurorët e SPAK-ut që i dhanë Ramës 83 mandate. Mezi po pres të shkojë që në rast parë të uroj për 83 mandatet që i dhanë me task force-ën e tyre kundër opozitës. Por njëkohësisht edhe me task force-ën e tyre për të mos vepruar kundër terroristëve elektoral. Dhe nuk kam kur ndërmend të kërkoj as mbyllje me procedurë asgjë, mezi po pres në sallën e gjyqit ku do ketë gazetar ndërkombëtar. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Eurokomisionerja për zgjerimin Marta Kost foli për antarësimin evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në një intervistë për Gjermanen Welt, Kost vlerësoi reformat e integrimit të Shqipërisë e deklaroi se mundësitë që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2030 janë shumë të mëdha. Sipas zyrtares, Shqipëria dhe Malizi kanë shanse shumë të mira për antarësim. Nga Korça, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato kërkoi miratimin e një reforme gjithëpërfshirëse zgjedhore me të gjitha rekomandimet e OSBE-Odirit. I pyetur për zgjedhjet, diplomati u shpreh se është koha që parlamenti ta bëjë këtë, ndërkaq që i sugjeroi opozitës që zgjedhjet i kontestojë përmes ligjit në institucione. Kryetari i Demokrat Sali Berisha sot komentoi takimin që kryeministri Rama mbajti një ditë më parë me skuadrën që fitoi zgjedhjet e fundit. Asnjë buzëqeshje, asnjë lëvizje koke, sikur të ishte një takim mortor dhe i tillë ishte festa e farsës elektorale. Në këtë takim Edi Rama u tha shqiptarëve se kërbaçi i tij është SPAK-u. Lëvizni podesh, u tha atyre. Ja ku e keni SPAK-un, që është në duart e mia, duke ditur se ata janë një sërim përfaqësues të krimit. Gjithashtu Berisha komentoi kontratën e Partisë Demokratike me strategun e fushatave elektorale Kris Lasivita, duke thënë se ja vlejti. Dhe unë besoj se ai drejtoi fushatën më të suksesshme në histori. Dhe ai solli ekspertizën e tij, solli vlerësimet e tij. Ai ja vlente shumë, sepse kjo është një betejë e një rëndësie të jashtëzakonshme për fatin e Shqipërisë dhe demokracisë. Dhe kjo faktoi pra se farsa është dënim me vdekje i votës së lirë para se të hyjnë kuti. Ish kandidati për deputeti i Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Durrësit Aulon Kalaja ishte në SPAK ku bëri kallëzim për vendimin e qeverisë për faljen e gjobave pak ditë para zgjedhjeve. Kjo gjë nuk duhet ndodhte, besoj se është shpërdoruar detyra nga Këshilli i Ministrave në këtë rast. Ligji përcakton që 4 muaj përpara zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re nuk mund të bësh politika për faljen e gjobave, politika tjera fiskale që mund të japin akses një partie politike, një individi që kandidon. Aulon Kalaja që e pjesë e listës së hapur të qarkut të Durrësit, por nuk arriti të marrë një mandat. Top Albania Radio. UNESCO dha rekomandimin zyrtar që lugina e Vjosës të shpallet rezervat biosfere. Në një postim kryeministri Rama shprehet se ky është një lajm që na mbush me emocion dhe krenari. Si lumi i fundit i egër në Europë, më 13 mars 2023 Vjosa u shpall nga qeveria parkombëtar. Trupat e Task Force-s toksore shqiptare u nisën nga garnizoni i Zallherit drejt qendrës së stërvitjes në Pis duke shënuar fillimin zyrtar të Defender Europe 25. Kjo stërvitje ndërkombëtare një nga më të mëdha dhe më komplekset e dekadës së fundit në Europë e Afrikë, që do zgjas deri më 9 qershor, zhvillohet në udhëheqjen e komandës europiane të SBA-ve. Artan Lame sot u përcoll për në banesën e fundit, i cili humbi jetën pak ditë më parë në një spital në Gjermani ku ju nënshtrua një ndërhyrje në zemër që nuk përfundoi me sukses. Ka qenë një njeri me dimensione të gjëra intelektuale, madje të veçanta, aq të veçanta sa shpeshherë në qarqet tona shkencore bëheshin edhe debate rreth risive që sillte Artan Lame në interpretimin e fakteve dhe ngjarjeve historike.
Kemi humbur një kujdestar të rrallë, unik të trashëgimisë kulturore dhe historike. Se sot nuk po ndahemi vetëm nga një mik i afërt, por dhe nga një pjesë e vetes son, nga një pjesë e ekzistencës son me një njerëz të bukur si tani. Lajme nga rajoni. Si në 21 përpjekjet e mëparshme edhe sot deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Për të 14 herë, ligjvënësit refuzuan të formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kreun e ri të organit ligjzbatues. Kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Opozita e refuzon. Dështimi i radhës për zhbllokimin e ngërçit në Kuvend ndodhi rreth një orë pasi organizatat të shoqërisë civile protestuan para Kuvendit në lidhje me mos konstituimin. Lajme nga bota. Bashkimi Evropian sot miraton zyrtarisht skemën e tij prej 150 miliardë eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtjen brenda bllokut. Rregulloria u propozua për herë të parë në muajin mars nga Komisioni Evropian. Kjo për të qenë potencialisht zëvendësuese për Ukrainën në rast se SBA-t zhvendosin fokusin diku tjetër. Një automjet përplasi disa persona në Liverpool gjatë festimeve për fitoren e kuqezimve në kampionatin anglez të futbollit. 27 vet u plagosën, 2 prej tyre rënd. Drejtuesi i mjetit u arrestua, policia e identifikoi si shtetas britanik 53 vjeç nga zona e Liverpoolit, por zhvillohen hetime të plota për të përcaktuar rrethanat. Grupi hetimor përfshin edhe ekipin e antiterrorit, por policia shprehet se ajo që ka ndodhur nuk po trajtohet si rast terrorizmi. Autoritetet e zbatimit të ligjit e përshkruan si incident lokal, duke shtuar se nuk kërkohen persona të tjerë. Drejtuesi rrezikoi të goditej nga turma. Giganti teknologjik amerikan Meta mund t'i përdor postimet në Facebook e Instagram nga përdoruesit në Bashkimin Evropian për të trajnuar software-in e tij të inteligjencës artificiale Meta AI. Kjo pasi afati për refuzim nga përdoruesit skadoi sot. Kompania planifikon të analizojë të gjithë përmbajtjen publike të publikuar nga përdoruesit e rritur në vendet e Bashkimit Evropian. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti vijon me shtim të vranësirave mesatare, hera herës deri të dendura, kryesisht në relievet malore në veri e verilindje që shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.